Rozmarina ka shumë efekte të mira, e dim të tanë, por ka dy efekte shumë të këqija. Një zbokthje dhe dy rënja flokëve. Rënja flokëve sidomos ashtu shumë nga rozmarina. Tanë ata që dojmë me përdor rozmarinën, sepse ka shumë efekte të mira, sidomos për mbyllashën e flokëve. Lahesh me këtë shampo të ndalon rënja e flokëve, ndërkohë ti e përdor rozmarinën, pa problem sepse kjo shampo nuk të lejon që me të ra flokët nga rozmarina. Kena edhe shampon tjetër, nëse ty ashtu të shkakton shumë zbokth rozmarinë. Lahesh me këtë shampo, nuk ke zbokth, përdor rozmarinën lirisht, sepse kjo nuk të lejon as pak më pas zbokth, merr vetëm efektet e mira të rozmarinës. Kena shampon tjetër, don me të zgjat shumë. Ashtë kjo shampo këto e cilat i zgjat flokët në maksimum. I zgjat shumë, do të thonë, me një shampo shikon rezultat. Por shumica janë të parë rezultat me një muaj, imagjinojeni me një muaj me parë rezultat në zgjatjen e flokëve. Për ju ndyrës, vujmë të thonë. Plot 4 ditë i marr flokë pa unyrë. Ashtë kjo shampo këto e cila ka përbërje hiri në të. Si shampo është grihe, për shkak të hinit që konte, është shumë e mirë për pastrimin e skalpit. E rëndësishme është, kjo përdoret në flokë të thata. Ka dhe ata që e përdorin në laguna dhe asë një problem nuk bën sepse ju jep efekt. Zakonisht përdoret në flokë të thata për me dhënë efekt tamam. Flokë të laguna duhet ta lani kryt 2 herë më the. Për ata që e përdorin në flokë të thata mjafton 1 herë dhe me him me bë dush dhe krym punë. Kena shampon tjetër që është biotin protein. Për tona bjondet dhe brunet që i kanë flokët e dëmtume. Kjo është super e mirë. Ju dini që unë jam ba bjonde dhe asë një flok i dëmtuar nuk ka kanë. Edhe dini shumë mirë kam kanë transparente me ju me çdo gjë. Shampo gjën vetëm të mua @megin në Instagram. Kaq kisha, bye.